Përshëndetje miq, sot do t'ju tregoj si të përgatisim brodon ose lëngun e perimeve. Do të nevojitet një karrotë, një patate, një kungull jeshil edhe kungull i verdh. Ditët e para kur fillojmë ushqimin, përgatisim brodon vetëm me kungull, patate dhe karrotë. Më pas shtojmë perimet të tjera. Unë sot kam marrë kungullin e verdh, por mund të shtoni brokoli, mund të shtoni sallat, mund të shtoni qep dhe ta ndryshoni her pas here në mënyrë që brodoja të ketë shije të ndryshme. Dhe në këtë mënyrë fëmijët nuk kanë gjithmonë të njëjtin ushqim. Do t'i pastrojmë perimet, më pas do t'i lajmë dhe do t'i presim në kubik mesatar. Nuk është nevojë t'i bëjmë shumë të vegjël, sepse mjafton që ato të zjejnë edhe të lëshojnë ato shijen e tyre. Unë sot do të përgatis pak më shumë lëng perimesh, pasi dua që ta ruaj dhe të kem për disa ditë. Lëngu i perimeve mund të ruhet në frigorifer tek fresku për 24 orë dhe tek ngrirja mund të ruhet deri në 6 muaj. Kështu që unë do të përgatis më shumë, ta fus në ngrirje dhe ta nxjerr çdo ditë, ta shkri, ta ngroh edhe ta përdor. Në këtë mënyrë e kam më të lehtë për mua përgatitjen e ushqimit. Pasi kemi prerë perimet në kubik, do të marrim një tenxhere ku fillimisht do të vendosim perimet, më pas do të shtojmë 1 litër ujë, nëse bëjmë pak. Nëse do të bëni më shumë, sigurisht do të shtoni pak më shumë perime dhe do të shtoni 2 litra ujë po e zëm. Që gjithashtu do ta vendosni në zjarr të ziejë për rreth 2 orë, derisa sasia e ujit të përgjysmohet. Pasi kanë zjerë perimet, do t'i lëmë të ftohen dhe më pas perimet do t'i heqim, do t'i vendosim në një enë të veçantë dhe lëngun që ngelet ne do t'a kullojmë, pra do t'a filtrojmë. Unë kam marrë një enë tjetër po më të madhe, ku do të filtroj lëngun e perimeve. Më pas lëngun e përgatitur do t'a ndaj në disa kavanoza. Kavanozat që unë jam duke përdorur janë nga 100 ml, janë plastik. Por mund të përdorni dhe kavanoza qelqi ose ato që ju gjenden në shtëpi. Nëse nuk keni kavanoza apo kontenitor të ndryshëm, mund të përdorni dhe gota plastike, të cilat mjafton që t'i vendosni me kujdes në frigorifer që të mos ju nderdhen dhe aty mund t'i ruani deri në 6 muaj. Siç e shikoni, unë në frigorifer kam ruajtur edhe pure perimesh, të cilën e përdor sa herë që më nevojitet t'i përgatis ushqimin djalit.